Veturën e merr për qejf e gjobën ja lë pronarit. Shëtitjet e klientëve me vetura me qira po kthehen në telash për ata që u japin. Për dënimet që marrin në trafik, qiramarrësit nuk i njoftojnë bizneset, kësaj gjobat ju faturohen pronarëve legjitim. Një nga ta është edhe Riad Havolli, që thotë se shuma që detyrohet ta paguajë është goxha e lartë. Rreth 1150 euro që të dikon janë. Këto lloje të dënimeve direkt tek pronari legjitim i veturës janë kryesisht për parkim në vende jo adekuate apo kur shoferët si bindën urdhrit të policisë për ndalim. E merr veturën, po unë nuk më jemi najt për mas me përcjell se ku parkon ajo. Në një përgjigje të shkurtër për televizionin, policia tha se kanë takuar përfaqësuesit e bizneseve rent-a-car për të njoftuar se si të veprojnë. Por ideja e tyre s'kreu punë sipas Havollit. Nëse e parkon klienti keq, atëherë unë e pjafroj kontratën që kena marrëveshje për të qeradhënie klientit, pjafroj policia nuk e shqyrton ato. Fakti që me kontratë dëmet i takojnë klientit, sipas juristëve, do duhet të ishte lehtësim për biznesit. Ky fundit natyrisht që barën e përgjegjësisë së përmbushjes së obligimeve financiare. E derisa autoritetet të krijojnë një sistem që i ndan qartë përgjegjësitë, bizneset rent-a-car thonë se po mbesin viktimë e dënimeve të tjerëve.